Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar, në ekranin e News 24 dhe në valët e Radio Rash. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrijnë në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Amnistia për bizneset, kush e përfiton të plot. Projekt ligji gati, ja detyrimet tatimore që falen me dhe pa kushte. Përjashtohen nga ligji për faljen e detyrimeve tatimore ata që janë dënuar me vendim të formës së prerë. Tatim paguesit që nuk përfitojnë kanë të drejtë të ankohen në gjykatën administrative. Recep Qosja, po i dhuroni trojet shqiptare. Majko, pse gabon miku im? Propozimi për ndarjen e Kosovës. Shkrimtari u përgjigjet nga Prishtina kritikëve. Propozimi im shpëton Kosovën nga shtetet e vogla serbe. Debati, objekti në Kalan e Shkodrës, ku gabojnë Kisha dhe Myftinia. Kisha xhami, monument kulture, flet historiani i njohur, Pëllum Xhufi, meriton vlerësim qëndrimi matur i komunitetit musliman të Shkodrës. Nga Mira Bregu botohet opinioni ditës me titull Organizata e Kombeve të Bashkuara së bashku me lider nga të gjitha interesat globale. Nga Arben Malaj dhe Jona Barjaba, angazhimi i diasporës në kërkimin shkencor. Vrasja në Vlorë, e mitura, nëna dhe njerka donin të nëndanin, flet edhe Klevis Merkej. Don shpërblimi për përmbytjet, banorët e Velipojës në protest, reagon Edi Rama. Përgjimet, trafiku i drogës, si instrukton të Klement Balili bashkëpunëtorët. Protestat për Trump, pas arrestimit të Ramushit, Anita shkone vetme në Washington. Në brendësi të gazetës shqiptare, sot është suplementi Live Pages, faqet e jetës, receta elektronike gati. Mira Rakacolli, si të mbrojeni nga ishemia, kur vuani nga diabeti dhe tensioni. Këto janë titujt që shpalosen në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, vendimet para 94-s, pronat, 3.920 përfituesit e rinj që kompensohen. Agjencia e pronave publikon listën e re të pronarve që është caktuar vlerësimi financiar. Si aplikohet për fondin $40 milion. Recep Qosja kërkon shkëmbim territoresh me Serbin. Majko, nuk duhet ndryshuar kufit. Akademiku nga Kosova, Serbis t'i japi Mitrovicën e Veriut dhe të marrin Preshevën, Bujanovcin dhe Medvegjen. Lista e Partisë Demokratike, udhëzimi i Bashës, si do të përzgjidhen kandidatët për deputet. Rama, lojtarët e Partisë Demokratike, rezervat e lodhura të ndeshjes së qershorit 2013. Basha, Rama e qau programin e vet. Pëllum Kulla, si e thyem tabun e puthjeve në sken. Regjizori i njohur, kujtimet me Ndrenikën dhe Spahivoglin. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për votimin elektronik duhen 20 muaj deri në 2 vite. Hetimi, zjarri në ashensor, gruaja që vdiq ishte 6 muajshe shtatzën. Një opinion nga Gron Gjekmarkaj mban titullin Brenga e kryeministrit dhe inaugurimi i Trump. Nga Ervin Saljani, çfarë pune bëjnë ministrat? Nga Fabian Zhilla, shqetësimi për përzgjedhjen online të deputetëve. Nga Romeo Anxhari, ushtari Mir Zhvek apo zyrtari Mir Shals, është një replik në faqet e gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, Balili, përgjimet e skafeve të drogës, Escobar i Ballkanit, telefonatët që super i kërkuar i bëri për 4 ditë me radhë. Raporti se si i përdorte 2 miqtë e tij peshkatar për transportin e ngarkesës drejt Greqisë. Çfarë ndodhi gjatë ditëve të nxehta të majit mes 2 brigjeve kufitare dhe urdhri i Athinës për kapjen e 15 vetëve. Rrëfimi i Tronditës, Xhaxhai më përdhunoi që kur isha 14 vjeçe. Urdhri i ministrisë, lejet e ndërtimit në banesa dhe veranda, procedura e re për qytetarët. Dikasteri që drejtohet nga ministri Eglantina Gjermeni shpjegon etapat se si aplikohet për lejen online. Investigimi, Ora News, si i bëri pasurit familja e kreut të autoritetit medias audiovizive Gentian Sala. Albin Kurti, Serbia, plan aneksimi për Trepçën, Tirana dhe Prishtina i bëjnë fresk.
Kreu i vetëvendosjes flet për ngritjen e murit në Mitrovic dhe provokimin me trenin serb. Akuzon Thacin për skenar në bisedimet me Beogradin. Historia më përbuzën në komunizëm, sot jam më i fuqishmi i zonës. Persekutimi dhe vuajtjet e familjes së Skënder Selimit gjatë regjimit diktatorial, nga i përndjekur sot beu i Baldushkut me 4 hektar tokë. Rikonstruksioni, artistët e operës emigrojnë për shfaqje në Kuvajt, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk merr përsipër votimin elektronik. Replikat Rama Basha. Kryeministri Rama tha se opozita ka gjetur si alibi votimin elektronik për të justifikuar humbjen e sigurt në zgjedhjet e 18 qershorit. Sipas tij, votimi elektronik nuk aplikohet as në vende shumë të zhvilluara se Shqipëria. Basha, ti thot dikush, fol më ngadalë kur flet për zgjedhjet, se të merret fryma. Biba, nuk njoh ndonjë vend që ta ketë bërë në 5 muaj implementimin e teknologjisë së zgjedhjeve në vendin e vet. Drejtësia, java e nisjes së vettingut, mbri në Tiranë misionin ndërkombëtarëve. Antarët dhe kryetaria e operacionit ndërkombëtar të monitorimit mbrin në Tiranë për të filluar aktivitetin e tij. Bashkimi Evropian ka angazhuar ekspertët e vet në procesi për spastrimin e drejtësisë shqiptare nga gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Tragedia Saran, vetdigje dhe humbet jetën një person. Një personi ka dhënë fund jetës tij duke u vetdjegur në Saran. Ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 17:43 në lagjen nr. 4 në Saran, pranë rrugës Mitat Hoxha. Për shkak të djegjeve në trup, personi vetë sakrifikuar ka ndruar jetë. Trafiku i drogës, kapet në Itali skafi me 1.3 ton kanabis. Arrestohen 2 shqiptar. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Liria e medias është tema e karikaturës së radhës. Lindja e epokës së Trump ndan vendet e Ballkanit. Serbët e krahut të djathtë janë euforik, ndërkohë që rumunët dhe bosnjakët të shqetësuar. Rreth e qark Ballkanit, qeveritë dhe njerëzit po presin të shikojnë se çdo të sjellë epokë e re e diplomacisë amerikane. Një koment nga Ines Paul mban titullin Fuqia globale i jep lamtumirën. Nga Milena Harito botohet prononcimi votimi elektronik ose kronike një humbje të paralajmëruar. Nga Blendi Lami botohet komenti fillesa e doktrinës Trump. Fishta apo Molieri, i ligu përmend në gjuhën e Altin Bashës. Në vitet 20 i sëmuri përmendi Molierit u rishkrua nga shkrimtari i madh shqiptar Gjergj Fishta. Ai adoptoi këtë tekst që e shkroi gegnisht dhe të cilin u përshtati ngjarjeve shqiptare. Në brendësi të gazetës Mapa sot është suplementi Mapa Universitet. Ekonomikus në anglisht, kërkimi shkencor shqiptar del nga izolimi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, materialet e skaduara në spitale groposin rilindjen e Ramës. Flet mjeku i qendrës spitalore universitare Tiranë. Vetëm 2 ditë më parë humbi jetën tragjikisht një nënë e pafajshme, e cila u shtrua për të vendosur stentin, por që rezultoi fatal, sepse materiali sjell nga Azia rezultoi i skaduar. I kërkova ndihmë ministrit të shëndetësisë, nuk më hapi telefonin dhe pas disa orësh e sëmura vdiq. Maskarada në mjeksi, prokuroria dhe tufa me lule që çova dje tek vari i nënës. Divjak Ksamil, 300 ton drog gati për në Itali. Qeveria është informuar nga organet e specializuara se në vijën bregdetare shqiptare është ankoruar një sasi e madhe droge, e gatshme për të trafikuar në vendet fqinje. Një opinion nga Angel Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, mban titullin Donald Trump, Rama dhe ambasadori Lu. Nga Recep Qosja botohet artikulli kritikëve të propozimit tim. Bashkia e Tiranës, kryebashkiaku Veliaj, investimi në rrjetin e Shënmërisë, nisje për furnizimin me ujë 24 orë. Denoncimi Sokrat Boçi, abuzimet e administratës së Akademisë së Rendit, nepotizmi dhe korrupsioni. Ish kreu i Zërit Amerikës Frank Shkreli, 11 vjet pa Ibrahim Rrugovën, liderin simbol të 100 viteve të fundit në historinë shqiptare. Lëvizja Sorosiane, shtypi i Maqedonas publikon sot se një afërmja kryeministi shqiptar do të rreqë nga bankat $9 milion financime ndërkombëtare për grupin e organizatave jo fitimprurse.
Aktualitet, Vangjursh Saro, balthedhje alla shqiptarqe. Qemal Lame, populli nuk i pranon këto zgjidhje. Gëzim Lojdia, Rus, larg duart nga Shqipëria. General Major Ernest Jakova, nga student aviacioni në Itali, ilegal dhe guerillas në Tiranë. Lidhja me Bab Muslimin dhe Kajo Karafilin, përballja në malin e Dajtit me profesor Togerin italian. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që veçon titujt ja çfarë kërkohet për bashkimin familjar në Itali. Zvicra kërkon 134.000 të rinj punëtor të rregullt. Sporti, flet trajneri Partizanit Sulejman Starova. Këtë sezon skuadra është ndërtuar për kampione. Mjekësia, trajtimi sëmundjes koronare të zemrës, stentat dhe kurimi i diabetit janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt Batakçind. Është një analizë nga Viktor Malej për gjelatët politik të së shkuarës që hiqen si viktima të së nesërmes dhe për Edi Ramën si një maskaraj nevojshëm. Pse berishizmi dhe berishistët nuk janë dhe as nuk mund të jenë alternative këtij pushteti? Mëtuesit e qeverisë teknike dhe të kaosit social që do tentojnë paqëndrueshmëri politike, dëshpërim popullor dhe manipulim të zgjedhësve shqiptar. Nga frymëzohet dhe cilat janë dy synimet e zhurmës së përditshme politike për atë që quhet rreziku i zgjedhjeve të ardhshme. Momente fashizmi, një detaj tronditës nga gjyqi 21 janarit, rrëfimi ish avokatit të familjarëve. A ka realisht mundësi që gjykata Strasburgut të rihap gjyqin e 21 janarit? Nga Bedri Islami botohet analiza agenda e shtëpisë së bardhë jashtë Donald Trump dhe Soros. Investigimi i pasurisë, Ora News, kreu i autoritetit të mediave audiovizive mban orë $20.000 në dorë. Shëndeti, mjekja këshillon, infeksionet e këmbëve, problemet e shpeshtat e diabetikët. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përjashton teknologjinë. Basha bën ironi. Rama, Partia Demokratike pa lider, votimi elektronik, justifikim humbjes. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Entuziazmi për Trumpin ka një kuptim në Tiranë. Nga Andi Bushati botohet artikulli Na e shpifët me këto foto të blera. Nga Andri Bala, zotrin kriminal, ju lutem ftesën. Prokuroria speciale të vjetrit refuzojnë të aplikojnë, vërshojnë dje me vajza që nuk kompromentohen. Lulzim, foto me Mediun e pam, po ftesën në ceremoninë e Trump se nuk në e tregon. Ndërtohet armatura mbrojtëse tubacionit të Shënmërisë, Veliaj, Tirana, shpejt ujë 24 orë. Deputetët refuzojnë rritjen e pagave, arsyet, tërbohet Athina, ushtarët bëjnë shqiponjen. Antena brenda familjes, Sandri përfituron deklaratat që do bëheshin për vdekjen e tij në aksident ajror. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rama dhe frika nga era Trump. Paniku nga një ndryshim i pashmangshëm po e çon Edi Ramën në një sjellje politike skizofrenike. Jo vetëm kompleksi i fajit, por shembulli që dha dje Rumania me mira në shesh që kërkojnë rrëzimin e qeverisë së nomenklaturës, është frika që e çon Edi Ramën të mbyllet në bunkerin e panikut. Një analizë mban titullin Videomonologu i së dielës, format i ri ku Edvini konfirmon frikën nga votimi elektronik. Basha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihmes në reformat kundër korrupsionit dhe kundër monopoleve klienteliste. Senatori amerikan Jim Inhofe siguron mbështetje kreut të opozitës për programin e Partisë Demokratike. Kryetari i opozitës i ftuar në lutjen kombëtare ndërfetare për presidentin Trump. Tonelatat e kanabisit drejt Italisë pasqyrojnë planin e Ramës për blerjen e votave. Partia Demokratike fillon një proces të hapur dhe gjithëpërfshirës. Propozo deputetin tënd. Dokumenti, si u pasurua brenda një viti gruaja e Gentian Salës, kreu të autoritetit të mediave audiovizive. Forum, nga Qemal Sakajeva, në këtë rubrik vjen artikulli Treni shpërthyes dhe treni ndërkontinental. Nga Reshat Kabazhi, analiza Avnoj përballë Qosja. Nga Mehmet Elezi, në gjuhën tonë të bukur shqip, ndej apo parti.
Një dosje nga Kastriot Dervishi na çon në vitin 1947, dënimi 2 klerikëve unit në Elbasan dhe Korç, proceset e veçanta ndaj klerikëve Papa Mihali dhe Isaku. Në brëndësit Gazetës 55 sot është suplementi Letrat. Në të ëndër të tjera botohet një fragment nga libri i Angelo Vecchio, Totorina, rënje Corleonesve. Fragmenti titullohet Thesari Don Totos. Këto janë titujt e faqes së parë të Gazetës 55. Gazeta Standard çelet me një ekskluzive, skandal të finansat, ndryshim fondesh dhe rritje të shpenzimeve, 418 fatura të dubluara. Auditimi i kontrollit të lartë të shtetit ka qëmtuar dokumentat për vitet 2013-2016 të finansat. Na grin me taksa, po shpërdorojnë paratë e taksapaguesve pa fre. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit për vitin 2016 rrëzohet fasada e Veliajt, mjerimi i Tiranës me mbetjet, landfilli jashtë standardeve. Amnistia, falja fiskale, kategoritë e bizneseve që nuk do të përfitojnë. Një opinion nga Ndriçi Mehmeti mban titullin Mësues të dhunshëm dhe mësues të dhunuar nga të gjitha anët. Takimi Basha Inhofe, duhen reforma kundër korrupsionit dhe monopoleve që janë klienteliste. Për elektronikën, Rama mbyll dyert e konsensusit, si me kompjuter, si me kuti, Partia Demokratike do humb. Me thik në zemër, vrasja në Vlorë, flet vëllai i liruar i 27 vjeçarit Merkaj, më goditën 6 veta. Trafiku i drogës, sekuestrohet skafi me 1.3 ton kanabis në brigjet e Italisë, 2 shqiptarë në pranga. Ish fusha aviacionit, Vlora e dytë që kontraston mes një deti mbeturinash dhe një mali me probleme. Në brëndësi të Gazetës Standard sot është suplementi Mistere. Si lindi figura e djallit nga një perëndi egjiptiane. Misteret e pasbuluara ende nga shkenca për trurin janë titujt e faqes së parë të Gazetës Standard. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt Konventa zgjedhore në njësinë 7. Luan Rama, Lëvizja Socialiste për Integrim, forca e solidaritetit, e vendosur për interesat e qytetarëve. Lëvizja Socialiste për Integrim fillon konventa zgjedhore në Bashkinë e Tiranës. Zgjidhen forumet drejtuese të LSI-s në njësinë administrative numër 7 në kryeqytet. Endrit Brejmllari, vendimet tona të mbështetura te kolegjialiteti dhe meritokracia. Kejdi Mehmetaj, roli Lëvizjes Socialiste për Integrim në politik, arsye e rezultatit spektakolar më 18 qershor. Një koment nga Iva Çarqiu mban titullin Lëvizja rinore për Integrim, një shans për rinin shqiptare. Shqipëria stend në panairin e Berlinit me produkte autoktone. Panariti, të zhvillojmë produkte që na individualizojnë në tregun ndërkombëtar. Drejtoresha e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Bashkia Tiranë, Rudina Hoxha, arritja e standardeve në zgjidhjen e problematikave ndaj qytetarëve, prioriteti ynë. Përkujtohet në Nishit 73 vjetori betejës së tendës së Qypit. Nasip Naço, mirënjohje të gjithë dëshmorëve dhe atyre që luftuan për atë dhe. Nesim Spahiu, kjo betejë ndër më të lavdishmet në historinë e luftës antifashiste nacional çlirimtare, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport ekskluzive, Kuqezi 11 vite, Kaplani heq dorë nga pasaporta shqiptare. Ish sulmuesi i kombëtares, zgjedhje e detyruar prej ligjit gjerman. Rekordmeni përfaqësues, më vjen shumë keq, por e bëra për familjen. Intervista për fansat, Marina, Luana dhe Debiazi, Cana rrëfen sekretet nën diktatin e gruas. Partizani Tirana rinis sherri për stadiumin. Pas kërkesës së klubit, kërcënojnë guerilcat. Nuk ka derbi, po si hapët dyert. Qerimaj, sportistët janë dopuar me lejen e Gjozës. Kreu i Federatës Shqiptare të Peshkngritjes është emocional. Nga Ylli Aga botohet opinioni me titull Vllaznia si kali i Tano Banushit. Itali shkëlqen Juvja, Interi parakalon Milanin. Angli, Arsenali magjik, Chelsea fluturon me Diego Costën. Spanjë, spektakël i Barçës, poker kundër Eibarit, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Panorama Sport, dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.
Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.